Këtë vit bujësor, fermerët e Divjakës po shohin të shkojt dëm djersa dhe mundi i punës së tyre. Tonelatat të tëra me lakër kok po groposen pasi nuk ka treg shitjeje. Kjo kulturë prej vitesh, destinacion kryesor ka pasur tregun e jashtëm, por pikat e grumbullimit nuk kanë tërhequr as 5% të prodhimit. Ky fenomen i këtij viti ka prekur në mas të gjerë fshatrat Sulzotaj, Miz, Zharnec, Kryekuq dhe Kamenic, ku janë dhe sipërfaqet më të mëdha të mbjella. Të ndodhur në këtë situatë, fermerët prej 10 ditësh kanë nisur ta groposin, pasi sipërfaqja e mbjell me lakër duhet përgatitur për mbjelljen e shalqirit. Pavarësisht humbjeve, fermerët kanë porositur fidanët e shalqirit dhe janë të detyruar t'i paguajnë e të vazhdojnë punën. Fermerët gjykojnë që mungesa e tregut të jashtëm dhe kontratave të shitjes janë faktor kryesor të humbjeve totale të tyre nga kultura e lakrës. As edhe një kokër. Shpenzimet janë paktën po themi 200.000 lekë janë vetëm farishte. E shpenzimet tjera shkon ke 1 milion e ca lekë, me fjalë 2 milion lekë është shpenzimi farishte dhe punime. Lere tjerat pastaj nuk kemi kokër leku. Si e shpjegoni këtë që nuk shitet lakra kokës si vjetë? Gjykimi im është i çik, mund t'ja vëmë dhe kohës klima që ka qenë, po ne kemi probleme me subvencionimin. Shumë fare, ne nuk kemi asnjë lloj subvencionimi nga ky shtet. Fare, kur them lekët e farishteve i duan në dorë, gjitha gjërat janë, nuk kemi si vjet as naftën, nuk pa të marrë gjëren e çik naftë. I thënë që në asajt, po nuk ka as naftë, asnjë lloj shpenzimi. Nuk shesim se shteti jon ky nuk ka rregullator, se shteti është rregullatori. Për çdo gjë që mjell fermeri, rregullatori shteti. Shteti ne s'na kanë defter fare. Vetëm do tatimin e tokës atje dhe miru pafshim. Nuk ka. Ose berva ta mill me kontratë. I dakord jam unë. Po të më organizoj që të di atë kulturë që ta mill, ta kem shitur. Kështu që ne nuk na kanë defter njëri, me thënë drejtën. Aktualisht ka kaluar koha që ju po e groposni lakrën? Kjo ka marrë punë. Kjo matan tjetri, burazeri tjetër matan, kjo ka marrë punë. Edhe preshja avash, po marron punë. Nuk ka. Po të pakën këto janë shpenzime, janë lek. Nuk e di që do bëhet, po njëherë për njëherë situata është e vështirë. Sipas fermerëve, kostoja e kultivimit të 1 hektari lakër shkon 5 deri në 6 milion lekë të vjetra, ndërkohë sipas të dhënave, sipërfaqja e mbjellë me lakër në bashki Divjak e Lushnjë i kalon 500 hektar.